Përshëndetje, mirë se vini në emisionin Pas dite me ju, edhe sot në orën 14 ne shihemi live këtu në televizionin Art për të prezentuar tek ju mysafirët që i përzjedhim, njëkohësisht dhe kronikat më tani e keni mësuar, i prezentojmë në pjesën e dytë të emisionit. Zakonisht pjesa e parë më shumë rezervohet për mysafirët të cilët ne i përzjedhim si mysafirë të ditës dhe njëkohësisht ne përzjedhim mysafirë të cilët ja vlen kuptohet, sepse ata kanë një bagazh prapa vetes sa i përket karrierës së tyre, sido që të jetë ajo, do me thënë që e kam përzjedhur. Dhe unë zakonisht në emisionet e mia të pasdites, edhe në prehjen verore në verë, kam patur sportista, kam folë për sportin, edhe pse them drejtën unë si gjithë vajzat e tjera, nuk kam kapur shumë lidhje me sportin, mirë po ja që profesioni më ka detyruar në thonjzat a them që ta kuptoj ose ta mësoj dhe këtë lëmi. Kështu që në përgjithësi, gjithë sportistët dhe gjithë trajnerët të cilat i kam patur në emision më kanë nderuar me prezencën e tyre dhe me të vërtet për mua ka qenë një kënaqësi që t'i prezantoj përballë meje dhe jush. Gjithashtu, siç e theksova, sot do të flasim për sportin dhe unë këtu kam një trajner të klubit futbollistik Shkëndia, pikërisht për grup moshat e reja U17, Berati Meri. Mirë se erdhët. Mirë dita dhe mirë se ju gjeta. Është një kënaqësi të jeni këtu, ndoshta u munduam pak, mirë po deshëm që pasditën ta kalonim bashkë sot këtu në televizionin Art. Po, mendoj se kënaqësia do të jetë për bashkët, kalojmë me një emision mjaft me edhe të prekim tema të cilët janë të profesionit tonë. Po. Atëherë, pasi që jemi në prag të vitit 2017, urime si fillim viti ri. Besoj se ka filluar me këmbë të mbar, mirë po unë do desha të ndalem pak tek viti 2016, si ishte për ju? Do me thënë në aspektin e përgjithshëm, nëse flasim në aspektin kombëtar, do me thënë viti 2016 ka qenë vit historik për futbollin shqiptar. Ku bazohem? Bazohem të ajo se për herë të parë kombëtare shqiptare arriti të kualifikohet në kampionatin evropian që u mbajt në Francë, do me thënë që ka qenë momenti historik për futbollin shqiptar. Pastaj prezenca dhe paraqitja e kombëtares tonë në Francë ishte mjaft pozitive, si në aspektin futbollistik, ashtu edhe në aspektin e tifozllëkët, do të thoja, për arsye se tifozët shqiptar treguan një kulturë mjaft të madhe në arenën evropiane atje në Francë, ku me paraqitjet e tyre treguan se ne si shqiptarë jemi një popull mjaft me kulturë të lartë. E dyta, do të thoja edhe pranimi i Kosovës në instancat më të larta të futbollit botëror, do me thënë pranimi i Kosovës në FIFA edhe UEFA, edhe është një ngjarje historike për popullin shqiptar. Edhe e treta do të thoja paraqitjet e klubit cilën punoj unë, do me thënë Shkëndia, në verën e vitit që e lam pas, bëri paraqitje historike me paraqitjet e tyre në Ligën e Europës, do me thënë arritja deri në play-offin e Ligës e Europës, do me thënë ishte suksesi më i madh në historinë e klubit, do me thënë edhe Shkëndia me prezencën e saj në garat evropiane tregoi se është një klub në një rrugë mjaft mirë dhe shpresojmë që këto suksese të kemi edhe në të ardhmen, të kemi edhe sa më të mirë, do me thënë kontinuitet. Shpresojmë gjithashtu, do me thënë që të paktën Shkëndia çdo herë ka treguar në fakt me lojat, me gjithë trajnerët dhe futbollistët të cilët çdo herë kanë dhënë maksimumin në fushë. Mirë po tani ka pushim, apo? Po, tani jemi në pushim, do me thënë gjithë strukturat e klubit sa i përket asaj sportiv jemi në pushim. Ekipi parë shpresoj të filloj me përgatitjet për sezonin pranveror me 8 janar ose parapa me grumbullimi i parë, ndërsa ne trajnerët e grup moshave të reja, fillimi i përgatitjeve për ne parafërsisht do të jetë nga 20 deri 25 janar. Flasim pak për talentet e ri, pasi që e theksuat se ju merreni me grup moshat e reja. Sa ka talenta në futboll? Kuptohet se janë ndoshta në numër shumë, mirë po sa në fakt i dalin ballë punës dhe sa punojnë këtë drejtim? Tani me ardhjen e sponsorit, do me thonë me ardhjen e kompanisë ekolog, disi ndryshoi dhe mentaliteti i këtyre talentëve. Do me thonë e panë se me punë sistematike mund të arritë një sukses, do të flasim mbi nivelet tona. Do me thonë ne kur kemi qenë të ri, ka qenë disi pak më e vështirë, për arsye se kushtet kanë qenë më mjaft të rënda për punë, atje ka stadiumi vjetër ku kemi punu, nuk kemi pat as kushte elementare për punë. Tani disi me ardhjen e sponsorit e ceka kushtet kanë ndryshuar në aspektin pozitiv. Përgatitja e futbollistëve bëhet me një barë artificiale, atje kemi kushtet mjaft mira për punë, edhe talentet janë disi në atë aspektin psiqik më të përgatitur se sa në kohën ne kur kemi qenë. Do me thonë tani është pak më lehtë të arrihet te suksesi i këtyre niveleve, do me thonë nëse mund të ardhmen ne
ndoshta çdo 2 ose 3 vite nxjerrim nga një Agim Ibrahimi ose nga një Buba Hasani, do të ishte mjaft sukses. Kemi talenta, ne jemi ato cilët gjithmonë mundohemi të mbështesim ato talentat, mundohemi t'u tregojmë rrugën e suksesit, edhe pse rruga e suksesit për një futbollist është mjaft e vështirë, kërkon shumë sakrifica, kërkon shumë punë, domethënë të arrijnë ato nivelet futbollit evropian është pak rënd, për arsye se Maqedonia dhe vendin e ku jetojmë, disi në listën e rang listës së UEFA-s jemi shumë poshtë, edhe kur vinë ato klubet evropiane të marrin futbollist nga këtu për t'i dërgu në Evropë, është disi pak problem, por ne kemi tregu si shqiptarë se edhe shumë futbollistë që luajnë në përkombëtare të ndryshme janë nga ky vend, domethënë Blerim Xhemaili, Shkodran Mustafi, Admir Mehmedi, Agim Ibrahimi janë nga Tetova, nga Gostivar, domethënë nga Pollogu, domethënë edhe ato kanë tregu rrugën se si mund të arrihet deri te suksesi. Edhe pse mënyra e punës se atina është disi pak më e lehtë, për arsye se ato janë rrit në vende mjaft të zhvilluara si Gjermania apo Zvicra, por edhe Agim Ibrahimi me punën e tij, me karakterin e tij, me profesionalizmin e tij, arriti të jetë një shembull për këto futbollistë të ri të treguar se si mund të arrihet deri në majat më të larta të futbollit evropian. Direkt për pyetjen, mendoj se kemi talent, mundohemi të mbështesim. Sa i aktivizoni në për loja? Do me thënë, në ato grupë moshat ku jemi ne, ato janë të aktivizuar 100%. Kupton, tani në ekipën e parë, këtë vit kanë aktivizuar disa futbollistë të ri, edhe për arsye se pak ambicjet e klubit nuk përshtaten me këtë për momentin ne cilët e bisedojmë, kuptoni, për arsye se ambicjet e klubit janë shumë të larta, Skëndeja gjithmonë lufton për titullin kampion, lufton për titullin e kupës së Maqedonisë, dhe tani në momentin kur mundohemi që avansojmë dhe një futbollist të ri, disi është pak më e vështirë. Për momentin kemi një futbollist standard nga shkolla e futbollit, është Totre, një futbollist mjaft i talentuar i cili ka dalë nga shkolla e futbollit. Tani nuk do të ishte drejt që unë t'i përmendja me emre të gjitha të futbollistë cilët unë i kam ushtru. Unë do përmendja Art Kasami, sepse kam familje. Ti do t'a përmende Ardin, po unë 2 herë më shumë do t'a përmendi. Si është Ardi për ndryshe? Tani, radhën e parë, kur dolëm kampion me gjeneratën 98, Ardi shënoi golin e fitorit. Dhe me thënë, minutën e 93 në fitum 3-2 dhe Ardi është ai futbollist i cili mu si trener ma ka pruat atë suksesin e parë në karrierën time si futbollist. Kemi një komunikim mjaft korrekt, kemi pat një bashkëpunim mjaft mirë me Ardin, do ta përgëzoja. Do bëhet një Buba dyshi Ardi? Ardi është një futbollist pak më defensiv, është më tepër mesfushore dhe mbrojtës, por shpresoj Ardi të ketë spari shëndet, ajo është më e rëndësishme, edhe karakteri atij shumë pëlqen, për arsye se është një tip, do të thoya tipik gjerman që punën e ka gjithmonë radh parë, nuk flet shumë, por gjithmonë puna është ajo e cila i tregon. Po folëm për talentet të ri në përgjithësi, do me thënë mirë, po tani edhe pak kuptohet fillon kampionati pranveror, mos gaboj. Sa janë të gatshëm futbollistët, do me thënë të rifillojnë një betejë tjetër, ta quaj lirisht? Nëse flasim direkt për ato grupë moshe cilën unë i stërvis. Po, do ndalemi tek ju. Po, tani ne si klub gjithmonë hartojmë plan programe kur ato futbollistët cilët janë edhe në pushime, do me thënë dimrore, gjithmonë t'janë aktiv. Në bashkëpunim me strukturat e klubit, kemi dhënë programin atyre futbollistëve, apo lojtarëve, që t'jenë përgatitur në momentin kur i nisim ne përgatitjet, mos nisim nga zero. Do me thënë ato atë bazën fillestare ta kenë me vete, dhe pastaj në momentin kur nisim disi me intensitet mesatar, duke e rrit intensitetin deri te ajo e cila neve si trajnera na nevojitet. Kemi grup futbollistë dhe mjaft talentuar, cilët janë shumë afër aty, trokasin afër ekipit të parë, vetëm u duhet pakës durim edhe pakës mbështetje nga gjithë klubi. Po, dihet. Ndërsa tani do flasim pak për Shkëndijën. Është bërë pak e frikshme në thojza ta themi për gjithë klubet e tjera shqiptare flas. E frikshme në thojza, do me thënë. Aspektin pozitiv. Po, pozitiv dihet. Shkëndija është simboli i shqiptarëve të Maqedonisë. Nëse diçka i bashkon shqiptare këtu në Maqedoni, besoj se është vetëm Shkëndija. Pa ngjyra partijake, pa ngjyra politike, Shkëndija ajo e cila është që arriti në ndeshjen në Shkup, në ndeshjen kthyese me Gentin, arriti të bëj afër 30.000 shiqur. Do me thënë me një qytet si Jone, nivele evropiane si qytet mjaft i vogël,
të arri, ti të bëj 30.000 shiques, kjo do me thënë është diçka historike për ne, për qytetin, për klubin edhe për këtë vend ne ku jetojmë. Ne kemi shumë raste ku edhe kombëtare të ndryshme të futbollit nuk kanë arrit ti të bëjnë afër 30.000 shiques. Nëse Maqedonia me Spanjën i ka afër 30.000, por e kemi kuptimin se ato 30.000 ma tepër vinë për Spanjën se sa vinë për Maqedoninë. A këtu me Gentin jam i bindur që 95% të atyre tifozëve kanë ardhur që ta ndjekin klubin tonë. Për me ndë simbol i shqiptarëve të Maqedonisë është një klub i cili gjithmonë ka qenë diskriminuar nga pushteti, edhe besoj që ne shqiptarët e kemi si histori, dikush nëse diçka na ndalon, ne ende më tepër mundohemi që ta nxjerrim në atë aspektin pozitiv, në atë aspektin e suksesit, edhe mendoj se jemi në rrugë mjaft mirë. Ne duhet pak durim, ne duhet pak fat edhe të arrijmë në ato nivele cilët krejt strukturat apo krejt punëtorët sportiv që jemi aty në klub, besoj që një ditë Shkëndijën ta shohim të paktën në ato grupet e Europa Ligës, për fillim, pastaj dhashtë Zoti edhe pak më lart. Po, besojmë që do të arrijë, sepse ajo çdo herë ka qenë triumfuese dhe siç e theksuat kur nuk ka patur mbështetje, lënë mo tani që është mbështetje në fakt e ka maksimale. Do ndalemi pak tek ballistët. Mendoni se e teprojnë ndonjëherë pak? Sikur unë edhe si futbollist i ri kur kam qenë, unë kam qenë edhe futbollist, do me thonë junior kur kam qenë, i ri e flas, para të moshën time të trinit. Kam qenë edhe futbollist i Shkëndijës, po kam qenë edhe ballist. Edhe këto futbollistët tani cilët të ushtroj, njëkohësisht janë edhe ballist, edhe futbollist. Do me thonë, Shkëndija edhe ballistët janë pjesë e pandarshme e këtij suksesi, do të thoya. Ballistët janë ata cilët gjithmonë e kanë mbështet klubin, pavarësisht në momentet historike si këtë verë, apo pavarësisht në momentet kur ka qenë klubi afër, mos them afër shuarjes, apo në momente mjaft krize. Ballistët kanë qenë ato gjithmonë që i kanë dalë zot klubit momentet mjaft vështira. Tani, gabime gjithmonë ka, por tu ne jemi që gjithmonë të flasim për gjërat pozitive cilët i bëjnë ballistët, dhe ato janë një grup mjaft i mirë, do të thoya tifo grupi më i mirë shqiptar pa diskutim. E kanë tradhtuar ndonjëherë Shkëndijën, si mendoni? Nuk besoj, me qëllim nuk besoj asnjëherë. Ndoshta ndonjë individ i papërgjegjshëm ka bërë diçka, ndonjë gabim personal, por si grup nuk besoj. Asnjëherë. Tani do ndalemi tek ju si trajner. Të jesh trajner në veçanti në grup moshën e re, sepse je ti ai që e bën atë bazën, ta themi lirisht, të sportit. Sa është e vështirë? Është e vështirë mjaft, po është edhe kënaqësi. Unë të 2 vite e gjys që gjendem klubin futbollistik Shkëndija, kemi punu bashkë me kolegën tim me Elbasanin, edhe kemi arrit të formojmë, do me thonë, 2 grupe mjaft mira të lojtarëve. Do me thonë se neve në ndrohen gjenerata. Do me thonë se vitin e parë kishim ardhin me gjeneratën 98, dolën kampion, vitin e dytë kishim gjeneratën 99. E para dhe baza gjithmonë unë e përmendin ne. Asë njerë nuk e përmendi unë, këtë va përcjellje edhe futbollistëve. Nëse në një kolektiv keni dëshirë të arrini sukses, gjithmonë duhet përmendet ajo se ne bashkë duhet të arrim sukseset. Një person asgjë nuk mund të arrijë i vetëm, një gjërat vetë i kryjnë punët vetëm Zoti dhe askush tjetër. Edhe ne gjithmonë e para, jo prioriteti jonë ka qenë që ne të krijojmë komunikimin direkt me futbollistë. Tu jemi aty në futbollistëve përveç se trajner, tu jemi edhe prind. Gjithmonë kemi diskutuar, gjithmonë kemi komunikuar, sidomos në aspektin e futbollit, sistemit, taktikës, teknikës, por përveç asaj kemi diskutuar edhe në aspektin e jetës private të tyre. Do me thonë, shkolla, edhe gjëra tjera të atyre futbollistëve që ka u nevojitet. Jeni familjarizuar, do me thonë. Qartë. Kjo ka qenë ajo e cila neve si ekip na ka mbajt më tepër për të arritur ato suksese cilët i kemi arritur. Cila është ajo këshilla më e shpesh që u jepni futbollistëve? Këshilla më e shpesh ajo që në asnjë moment më dorëzohen. Edhe ndoshta me qenë se e njihni edhe ardhin, në atë vitin e parë kur dolëm kampion, ishim minus 7 pikë nga vendi i parë. Edhe kur mbaroi kampionati vjeshtor, ne ishim minus 7 pikë, edhe në momentin kur nisëm në fazën pranverore të përgatitjeve, ne e patëm një qëllim. Ne do besojmë deri në fund.
ne kishim obligim që çdo ndeshje të japim maksimum. Dhe do me thonë, na u shpërbly ajo që në minutën e fundit ne dolëm kampion. Do me thonë, kjo është ajo këshilla gjithmonë që vua ja futbolist, dhe do me thonë, mos dorëzohemi asnjëherë. Pa tjetër e kemi të japim maksimumin. Nuk është pa tjetër të fitohet ndeshje, se nuk mund çdo ndeshje që të fitohet, nuk mundet edhe Barcelona më e mirë që të fitoj çdo lojë. Me Barcelona unë jam, mos flisni keq. Po ajo e kanë qëllimin. Jo, do me thënë humbën dhe fiton, nuk i dihet. Po ajo e cila motoja është që gjithmonë t'jepet maksimum. Po, dihet. Mirë po, unë zakonisht gjithë trajnerëve që vinë këtu i pyes një pyetje. Kuptohet se kur fitojmë jemi të lumtur, të kënaqur, mirë po, kush i ka fajet kur humbim? Ju apo djemë tuaj? Tani, futbol ka një teori cilën unë e pranoj. Kur fiton ekipi, meritet i kanë futbolistën. Kur humbet ekipi, fajet i ka treneri. Pse i ka që? Po ashtu funksionon kjo puna jonë. Tani ne gjithmonë, pse? Tani aspekti psikik është shumë i rëndësishëm. Aspekti psikik, për shembull, në momentin kur humbet ndeshja, ne me qëllim trenerët e përdorim shpesh, dhe me thonë, për këtë humbje, dhe me thonë, fajt i kemi ne si trenere që lojën e radhës të arritim që në aspektin psikik futbolistët të kemi pakës ma çliru. Do me thënë i riktheni, riktheni besimi. Kjo është një lloj farë përgatitje psikike. Po. Mirë po tani do t'ju pyes për ju pikrisht, pse përzjodhet sportin për të marrë nga gjitha ato profesionet e tjera? Tani unë jam i gjeneratës 79, do me thonë në atë vit kam lind edhe kur isha si fëmi, 6 vjeçar, 7 vjeçar, në atë kohë shumë aktuale ka qenë Prishtina e atëhershme, do me thënë me siguri edhe babi juaj e dhja generatë të Prishtinës. Unë jam rrit në atë kohë kur Fadil Vokri ka qenë një idoli gjithë shqiptarve si futbolist edhe Prishtina arrinte sukseset më të mëdha. Në atë kohë edhe njëkohësisht në arenën ndërkombëtare ka qenë Maradona, i futbollisti i cili ka qenë ndoshta ndër futbollistët më të mirë të gjithë kohërave, legjenda e futbollit argjentinës. Edhe në atë kohë aktuale disi ishte ajo viti 86, 87, edhe unë u rrita me atë bindje se një ditë ndoshta edhe unë do të arrija ato suksese, por ato nivele janë ndryshe me ato cilët ne gjendemi këtu edhe ne punojmë këtu. Po, si vendoset për shembull që të hyni dhe në çfarë moshe keni hyrë në një ekip që të luani? Unë kam fillu si 10 vjeçar, do me thënë kam qenë klase 5 në shkollë fillore, ka qenë viti 89 diku, në ishtë sistemin Jugoslav, arrita të u inkuadrohem në ekipin e Teteksit për herë të parë, edhe më kujtohet ajo ditë e parë kur vendosën prindet e mi të më lejojnë të merrem me futboll, atë gëzim se ne harroj asnjëherë se non-stop. Ju kundërshtonin në këtë aspekt? Kundërshtonin në atë kohë për arsye se nuk kishim klube shqiptare. Shkëndija ende nuk funksiononte, ishte në shuarje. Edhe tani vështirësitë ishin mjaft mëdha për arsye se klubet maqedone dini si kanë qenë në atë kohë, diskriminimi ka qenë pak më i madh. Edhe tani në momentin kur vendosën që të regjistrohem unë, ai gëzim nuk mund të harrohet, edhe u inkuadrova në Tetex, aty kalova mendoj 3 vite, edhe në atë kohë kur u rrithe me lua klubi Shkëndija, me njëherë bëra një transferim, do me thonë, flas për moshën e re, si kadet, do me thonë si 16 vjeçar, u inkuadrova në Shkëndij, ku në atë kohë më kujtohet, kishim shumë probleme me marrjen e dokumentacionit nga Tetex, si ato na pengonin, nuk na jepnin ato dokumentet e duhura për të regjistruar te klubi i Shkëndijës, edhe më kujtohet një person i cili ka kontribuar mjaft për klubin, atëherë ishte sekretari i klubit edhe ka qenë njëri ndër rrithemeluesit e klubit, tani advokat i njohur, do të thoya zotri Irfan Xhelili, ai më ka ndihmuar shumë në këtë drejtim me kompletimin e dokumentacionit për të regjistruar te klubi i Shkëndijës. Mirë po tani ju kujtohet si një diçka, ndoshta në atë periudhë ka qenë e hidhur, mirë po tani është e ëmbël për shkak se ato ëndra që i keni patur tani në atë kohë, më falni, tani janë duke u realizuar. Po, sakt. Tani Shkëndija është tjetër nivel, jemi një klub mjaft i organizuar, jemi në një rrugë mjaft mirë dhe shpresojmë që atë që ne si gjenerat nuk e arritëm të bëjmë të çojmë Shkëndijën nivele mjaft larta, besoj se këto gjeneratat e reja e kanë rrugën disi pakës më të lehtë për të arritur të sukses. Po. Ju gjithashtu keni qenë dhe në Renova. Çfarë mbani mend nga ajo ekip? Tani karrierën si trener e fillova atje. Do me thonë, radhën e parë, në vitit 2010-2011,
drejtori sportiv Lirim Saiti dhe koordinatori i klubit Enver Sulejmani. Ato ishin shkaktarë që unë arrita t'i kaloj 2 vite e gjysmë mjaft mrekullueshme në ekipin e Renovës, edhe ajo më ndihmoi mjaft në përvojën time si trener. Kalova mjaft mirë, gjithashtu bashkëpunimi me trenerin e grup moshave të reja me zotëri Ismail Sulejmanin ka qenë mjaft pozitiv edhe mjaft korrekt, edhe mjaft më ka ndihmuar në fillimin e karrierës time si trener, i shpreh falënderime. Edhe mendoj pas 2 vite e gjysmë në Renova ku patëm një grup të futbollistëve mjaft të mirë, do me thënë gjenerata 96 dhe 97 të Renovës ka qenë mjaft e mirë, kemi punu me disa futbollistë mjaft mirë, disa prej atyre janë tani edhe në ekipin e parë të Renovës, shpresoj që të bëjnë karrierë mjaft mirë, ajo më ndihmoi shumë, pastaj momentin me ardhen e kompanisë Ekolog në Shkëndij, bëra transferimin nga Renova në Shkëndij, aty ndërmjetësues apo faktori ky që ishte skauti ati klubit, do me thënë Vullnet Emini, ai i cili më transferoi nga Renova dhe në Shkëndij, dhe pastaj krejt ajo tjetra është histori. Po. E potencuat se në atë periudhën kur keni qenë, do me thënë, futbolist, ka patur shumë të këqia në thonjza i themi. Mirë po, cila ka qenë ajo e mira e asaj kohe? E mira e asaj kohe ka qenë ajo dëshira e madhe për të marrë me futbol. Do me thënë, ma tepër tani, kur e mendoj tani, atë ko, në asnjë moment nuk e kemi mendu si profesion, do me thonë për të fitu financë ose për të fitu lek. Ma tepër e kemi mendu si pasion, si dëshirë mjaft e madhe, më kujtohet disa raste me shokët e mi, do me thonë ditën e vitit të ri në luanin futbol jashtë në përbor. Do me thonë shkonin festonin natën e vitit të ri, nesër përsëri dilnim prap luanin futbol të vogël, do me thonë bora, shia, neve nuk në ndalte në asnjë moment. Shumë e kemi pat pasion ndaj futbol. Mirë po, tani cila është e mira dhe e keqja e këtyre, qoftë për ju si trajner ose futbolistëve? E mira gjithmonë do të jetë ajo, do të thoja, shoqëria. Do me thënë aspekti social që ta jep sporti, që ta jep futbolli, unë mendoj se është mbi të gjithë. Plus asaj, shëndeti cilën e kemi marrë, duke u marrë me sport, nuk mund të paguhet me asgjë, edhe pse aspekti financiar nuk ka qenë mjaft ideal, po mendoj se këto gjëra tjera janë më të rëndësishme ndonjëherë një se sa financa. Po. Dhe si përfund të kësaj pjesës së parë, desha të flisni pak për planet e vitit 2017. Arritëm përfundojmë me gjeneratën cilën unë punoj, në vendin e 5 kemi pat shumë probleme këtë vit me futbolistët e lëndum. Planet janë që të vazhdojmë të punojmë, në asnjë moment më dorëzohemi, motoja jonë dhe që ne kemi obligim ndaj klubit, ndaj sponsorit, gjithmonë të japim maksimumin, edhe sa është e mundshme që të arrim ndikojmë në përmirësimin e çdo futbollisti në veçanti. Ndoshta kjo do të ishte dëshira ime më e madhe që këtë vit, ndoshta nëse nuk kemi ambicie për të arritur diçka, për të kapë vendin e parë, do doja që ato futbollistët cilët janë më të talentuar të arrijnë të përmirësojmë nivelin e tyre, që ato të arrijnë nivele pak më të larta se sa niveli jonë. Shpresoj që t'i arrini në fakt qëllimeve të cilat ti pretendoni, dhe tani është fundi pjesës së parë të intervistës. Është kohë që të ndjekim pak muzikë dhe do të rikthehemi pastaj për të dëgjuar në fakt përgjigjet e zarfeve. Vazhdoni të mbeteni edhe më tej me emisionin Pas dite me ju, këtu në televizionin Art. Më automatikisht shkoj dhe kjo pjesë e parë e emisionit, dëgjuam muzikë për t'u relaksuar, dhe si që ju informova në pjesën e dytë, besoj se jeni dakord t'i përgjigjeni pyetjeve me zarfën, të cilat i kemi sjellë si risi këtu. Atëherë ju do e përzgjidhni, unë do e lexoj. Okej, na jepni mua? Është një thënie. Nëse shprehem drejt, është gabim. Nëse shprehem gabim, është e drejt. Përse bëhet fjalë? Nëse shprehem drejt, është gabim, ndonjëherë. Mirë po, nëse shprehem gabim, është e drejt. Ju ka ndodhur rast? Po, unë do të thoja që është e rëndësishme që ne gjithmonë të shprehemi drejt, pavarësisht se a është gabim, a nuk është gabim. Do të thoja që ne duhet promovojmë vlerat e drejtësisë, sidomos në aspektin kombëtar, gjithmonë jemi tregu
jemi tregu të drejtë sa i përket asaj. Mirë, po kemi qenë gabim, ndoshta për dikë Pavarësisht. Kjo është shumë e rëndësishme, është një thënie mjaft interesante ku do të insistoja që edhe futbollistëve mi të va përcjelli. Domethënë pavarësisht se është gabim, është e rëndësishme që gjithmonë të flitet e vërteta, të flitet e drejta. Ndoshta ndonjëherë është ajo edhe e hidhur, ndoshta nuk i pëlqen dikujt tjetër, por qëllimi i të vërtetës është mbi të gjithë. Sa kemi qenë ne në fakt si popull ose si njerëz, sa jemi të drejtë? Tani do të thoja ne si shqiptar, gjithmonë ato luftat për bashkimi kemi fitu, gjithmonë në aspektin e betejave kemi dalë triumfues, por kur ka ardhur puna në tavolinë aty kemi pat pak si problem. Do me thonë, gjithmonë kemi dështu, do të thoja në aspektin e tavolinës, kemi dështu në atë aspektin e kompromisit. Do doja që mos bëjmë më lëshime në aspektin kombëtar sa i përket kompromisit, për arsye se mjaft territor kemi hup në drejtim, ndoshta kjo është pak edhe nacionale, po marr guximin të jem edhe pak nacionalist, kur është në pyetje kombi im, edhe do të thoja që ne si shqiptar duhet pak më tepër të luftojmë për atë cilën e kemi dhe cilën na takon, e cila është e jona, di cila është e jona. Nuk duhet ta lëmë të na marrin të tjerët. Jo, në asnjë moment, se shumë na kanë marrë. Po, deri më tani. Po, deri më tani shumë kemi humbur, tani duhet në të ardhmen që t'i përfitojmë ndoshta ato që i kemi. Pse jo. Mirë, tani kalojmë tek zarfi tjetër. Atë do ta lexoni ju. Libri. Tani ne trajnerat, ne sportistët shumë pak merremi me punën e literaturës në përgjithësi, do me thënë në aspektin kulturor, por është praktika ajo më shumë. Është praktike, po ajo e cila na lidh neve me literaturën sportive. Do me thënë gjithmonë jemi ndjekje të literaturës sportive, ai libri cilën dëshiroj edhe jam në kërkim e sipër që ta gjej, është libri i ndoshta njërit të trajnerave më të mirë të futbollit modern. Tani është promovu libri i trajnerit Alex Ferguson. Nuk e dija është ende i përkthim në gjuhën shqipe, jam në mundim e sipër që ta gjej, që ta lexoj dhe më intereson krejt çka ka të bëjnë atë libër për historinë, për biografinë e atij trajnerit. E karrierën që e ka patur. Karrierën që e ka patur ai trajneri i mrekullueshëm. U interesova disi në Tiranë, nuk arrita të marrë informacionet e duhura. Dhe kjo, do me thonë gjithë literatura, po gjithë librit që na lidh neve sportistëve ka të bëjë me vetë futbollin, me vetë sportin. Dhe në një farë mënyre kuptohet se baza ose shoku më i mirë i njeriut është libri, mirë po pa mos e patur bazën në teori, nuk mundet asnjëherë të kalosh në praktikë. Sakt, tani disa libra i kam përcjell kështu sidomos i një veprimtari shqiptar, Zaim Beqirit, jam mundu të lexoj historiatin e atij, e kam lexuar, më ka lënë mbresa mjaft pozitive dhe sidomos të libra cilët kanë të bëjnë me patriotët shqiptarë më pëlqejnë pak më tepër, pak më shumë. Si u dukon këto pyetjet e zarfeve? Mjaft interesante, ndoshta janë mirë ose ti heq fare? Jo, është një praktikë pozitive ku mendoj që këto ndikojnë që ne të jemi sa më të përgatitur kur të vim në emisione. Herën tjetër, po, edhe sidomos ato futbollistët e ri që duhet të vinë, duhet të lexojnë, të jenë gjithmonë në hap me kohën. Me kohën, okej. Sido që t'jenë, ato mjafton që t'jenë prezent këtu të nënderojnë me prezencën e tyre, edhe në qoftë se kanë ndonjë qalim këtu në lidhje me pyetjet. Okej, kjo është pjesa e dytë e emisionit, shkojmë me një pauzë tjetër dhe do të rikthehemi në pjesën e tretë, shohim se çfarë fotografie kemi përzgjedhur për ta elaboruar këtu. Jemi në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit Pas dite me ju, këtu jam me profesorin ta quaj Lirish Berat. Si kaluat sot? Mirë, ha?
happy. Kjo është më kryesorja. Tani do të shohim fotografin që ju e keni përzjedhur si më të veçantën, kuptojt në këtë kohë kur është koha e selfie-ve, unë e them çdo herë, është problem të përzjedhet. Përsëri me sport. Kjo është kur është realizu? Fotoja është realizu para 6 muaj, 7 muaj, para farësisht fundi i majt në duket. Kjo është viti i dytë me radhë ku dalim kampion me gjeneratën 99 edhe disa futbolist vitit 2000. Këtu jam mjaft i lumtur, do të gjendem në duar mjaft sigurta të atyre gjelmosave cilet... Do me thonë ju jeni ai që e kanë hedhur? Po, unë jam ai lartë. Ndjem mjaft i sigurt edhe ndjem mjaft i lumtur në duar të këtyre gjelmosave cilet mi kanë plotësu ato ëndrat e mia që të arrit dal kampion republikan me gjeneratat e grupmosave të reja të klubit futbollistik Shkëndija. Me thonë ato gjem kam bë krenar, kam qenë mjaft i lumtur që kam qenë trejneri atyre bashkë me kolegën tim me Elbasanin. Me thonë kanë qenë vitet mrekullueshme që gjithmonë kur flasim për këto nivele, në asnjë moment nuk i egzagerojmë. Gjërat për këto nivele cilët i kemi ne për momentin këtu është një kënaqësi mjaft e madhe. Me thonë kjo për mendimin tim është shumë e rëndësishme dhe shumë me vlerë. Një fotografi që do të mbahet në mend dhe besoj se duhet ta merrni dhe ta vendoni në dhomën tuaj sepse është shumë e veçantë. Edhe është si ide. Tani, në fund, pasi që do me thëmë pam fotografin tuaj, do ndalemi pak tek ato pyetjet me spec që më ka ngelur nga Adrian Cuculi. Ai më ka thënë që ta titulloj kështu këto pyetje në fakt. Besoj se nuk do t'jenë shumë pyetje, nuk janë provokative, janë pyetje jo si ato klasike që i realizuam deri më tani. Mirë po, janë pyetje të shkurtra dhe besoj se do të përgjigjeni dhe ju shkurt. Jani gati? Po. Atëherë, pse? Sa herë e përdorni këtë pyetje? Gjithmonë e përdorim, sidomos me futbollistët momentin kur bëjnë diçka të mirë ose diçka të keqe. Pse nuk u vendose këtu, pse nuk e pasove këtu, po pse e pasove këtu ose pse nuk e pasove këtu. Gjithmonë ndoshta është fjalë e cila përsëritet më tepër në terminologjinë e neve trajnerave. Vete si ke thënë ndonjëherë pse e bëra këtë? Po, normal, shumë herë. Gjithmonë jam mundu në aspektin negativ ose në aspektin pozitiv. Po. Kush mund të ishit, po të ishit tjetër kush? Gjithmonë jam mundu të jem vetvetja. Edhe nuk besoj se do të s'keni dashur për shembull të jeni Maradona, si e përmendët pak më përpara. E vështirë në ato nivele të arrim, por gjithmonë preferoj të jem vetvetja, sidomos në aspektin kombëtar dhe në fetar, nuk do të kisha dëshirë që të isha dikush tjetër. Okej. Sporti, çka është për ju? Ndoshta pas familjes sime, sporti është gjëja më e rëndësishme në jetën time. A jeni bërë pishman për diçka nga e kaluara juaj? Po jam bërë pishman disa herë në atë momentin kur jam marrë me futboll, gjithmonë do me thonë lidhet me futbollin edhe ndoshta disa vendime cilët është dashur të marr pak më ndryshe, por kur je i ri edhe përvoja nuk është në anën tënde, edhe ndoshta do të kisha vepruar pak më ndryshe në aspektin profesional. A ja keni parashtruar ndonjëherë vetes se kush jam unë? Normal, është kjo pyetje ndoshta pak më interesante. Unë jam një njeri normal, i cili punoj edhe në arsim, punoj edhe në futboll. Edhe interesant, ja kam parashtru, po edhe më vjen interesant dhe njerë me vetë kur flas, bile njerë isha në vetur, duke vëzit isha me djalin, vetëm unë edhe djalin vetur, edhe unë gjithmonë diskutoja me vetë në lidhje me futbollin, edhe djalin pyet, babi, me cilën flet, ta shripe ti mbas ati si që punën të ndë. Lemrahat. Po lemrahat se isha në lojë isha. Po. Po të kishit skopin magjik, çka do kishit ndryshuar? Qoftë tek vetja ose tek rrethi? Po të kisha skopin magjik, do të mundohesha ndryshoja botën, që tjetë pakës më e drejtë, sidomos për ato fëmijë si ri, cilët për momentin janë në një gjendje mjaft vështirë, dhe do kisha pa dëshirë që mos ketë luftra dhe mos ketë vuajtje për gjithë ato
po ato fëmijë cilët vojnë pa drejtësisht. Si mbas jush, cili është futbollisti më i mirë i Shkëndijës ndër vite? Buba Hasani. Nga gjithë kjo Shkëndija me vite që është? Po. Mirë. Kafe apo çaj? Çaj, ma tepër, për arsye se gjithmonë pas dite me nënën time gjithmonë e pijmë bashkë. Sot do me thënë, ua pas kam lënë çaj në gjysëm? Bas e ham drek. Bas e hani drekën, okej, atër. S'pas kam bërë ndonjë bela këtu. Cila në pyetje nuk dëshironi t'ua parashtrojnë? Pyetjet më tepër cilët kanë të bëjnë me jetën private. Kjo shumë lidhet me pyetjen e fundit. Si vendoset martohesh? Erdhi koha dhe nuk kisha çfarë tjetër. Nuk ishtë diçka e cila tu manipulua, jo se jo? Jo, ishte thjesht nevoj, apo dashuri, apo me një person cilën doja ta kaloja jetën bashkë. Shpresoj që të keni një jetë të lumtur. Faleminderit. Atëherë ishte gjithçka që përgatitëm për sot, këtu ishte dhe përfundimi i pyetjeve me spec, besoj se nuk kanë qenë shumë djegsa. Jo, po kur do takoj Cuculin do merremi vesh me Tani jo, ato tjerët kur do vinë thuj se Linda. Po jo, ato tjerët cilë do jenë beqarë, ato do kenë pakës ma problem. Përgjigjen e këto pyetjet pak ma provokative. Jo, mund fakt e kundër ta ndodh këto që kur vinë do një sportist i martum, thot lutem mos më pyet diçka. Mos më nguc. Po, mos më nguc. Ndërsa beqarët në përgjithësi i pëlqejnë këto pyetje. Po ndoshta. Tani këto tret janë pak ma... Po, janë më ndryshe. Falenderoj shumë që gjetë e kohë jesh pjesë e emisionit tonë, shumë suksese në vazhdim, qoftë se ke ndonjë këshill për gjithë talentet e ri, t'japish ose ndonjë mesazh për gjithë ata cilët po na ndjekin? Jo, faleminderit për ftesën, kënaqësia ishte e imja, mendoj se kalum mirë, dëshiroj që klubin cilin punoj të arrijmë objektivat bashkërisht, edhe sa më tepër futbollist nga akademia e klubit ku punoj unë të jem pjesë e ekipit të parë të Shkëndijës. Shpresojmë. Edhe një diçka herës tjetër kur do vini dua një dres këtu, sepse unë çdo herë kam patur qef Shkëndijën, mirë po nuk kam patur mundësi ta kem. Do ma siguroni më premton live këtu në emision? Shpresoj se po. Shpresoj se po. Po okej, atëherë herës tjetër kjo incizohet, nëse se nuk do ketë dres, atëherë nuk e fillojmë emisionin. U kry. Okej, faleminderit shumë, suksese. Faleminderit.